Përshëndetje dhe mirë se veni në këtë analizë të thelluar. Sot do të flasim për diçka vërtet thelbësore. Si të marrim një restorant në vështirësi dhe ta kthejmë në një makineri të vërtet fitimi brenda vetëm 90 ditëve. Por, përpara se të shohim planin konkret, le të sjellim në vëmendje një koncept genial nga Robert Kiyosaki, katrori i fluksit të paras. E dini, shumë pronar restorantesh mendojnë se janë në katrorin B, pra pronar biznesi. Por le ta pranojmë, në realitet, ata thjesht kanë ngecur në katrorin S, të vetpunësuar, ose ndonjëherë sillen fjalë për fjalë si punëmarrës brenda restorantit të tyre. Ata thjesht i kanë bler vetes një punë plot stres, ku nëse dalojnë së punuari, restoranti bie. Pra qëllimi ynë sot nuk është të shtojmë ngarkesën e punës, por të nxisim një ndryshim identiteti, të kalojmë nga mendësia e një të vetpunësuari tek ajo e një pronari biznesi të vërtet që ndërton një sistem të pavarur. Okej, le të zhytemi drejt për drejt në këtë pjesë, sepse pikërisht këtu fillon keqkuptimi më i madh. Ekziston ky miti i përhapur që thotë se një restorant në vështirësi ka nevojë vetëm për më shumë trafik, thjesht më shumë njerëz që hyjnë nga dera. Por të dhënat na tregojnë një realitet krejt tjetër. Problemi real nuk është fare mungesa e klientëve, është struktura e gabuar. Menuja është një kaos, çmimet nuk janë aty ku duhet dhe kanalet e shitjes si delivery janë praktikisht inekzistente. Është fiks si të përpiqesh të mbushish me ujë një kofë të shpuar. Sa do klientë të rinë të vinë, të ardhurat thjesht do të rrjedhin jashtë pa lënë asnjë fitim real në fund të muajit. Për të riparuar këtë strukturë, plani ynë 90 ditor ndahet në 5 faza super praktike. Së pari, problemi real i restorantit. Së dyti, muaji i parë, ndrejtja e themeleve. Së treti, muaji i dytë, rritja inteligjente e shitjeve. Së katërti, muaji i tretë, shkallëzimi dhe brandingu. Dhe së pesti, efekti fitimit të përbërë. Le t'i marrim me radhë. Faza e parë, problemi real i restorantit. Duhet të bëjmë një diagnozë urgjente dhe super të saktë se ku po na humbasin parat. Dhe ja cili është objektivi ynë specifik për këtë 90 ditë. Këtu nuk po flasim thjesht për mbijetesë, absolutisht jo. Ne synojmë një rritje prej 25% deri në 40% të xhiros, e cila më pas duhet të përkthehet në 10% deri në 15% rritja të fitimit real neto. Siç thot shpesh Kiyosaki, të pasurit ndërtojnë asete që gjenerojnë para. Ky restrukturim e kthen restorantin pikërisht në një aset të tillë, duke stabilizuar fluksin e parave dhe duke na hequr stresin e përditshëm. Nëse shohim diagnozën, të dhënat na tregojnë diçka vërtet interesante. Pse humbasin para restorantet? Sepse përpiqen të bëjnë gjithçka. Menuja ka një identitet totalisht mix, pak mish, pak pica, pak makarona. Kjo e ul perceptimin premium dhe e bën vendin të duket si një opsion gjenerik. Plus, kemi vetëm 1% porosi nga platformat e delivery. Si Volt, kjo është praktikisht zero. Të gjitha këto rrjedhje e mbajnë faturën mesatare të bllokuar në rreth 1750 lek, ku produktet bestseller janë thjesht opsionet e lira me marrë shumë të ulët. Kalojmë të faza e dytë, muaji i parë, ndrejtja e themeleve. Tani, qëllimi këtu është të ndalim hemorragjin financiare duke u treguar pak të pamëshirshëm me bazat. Rregulli numër 1. Rregulli 80-20. Të dhanat konfirmojnë vazhdimisht se 20% e pjatave gjenerojnë 80% të ardhurave. Për të ndërtuar atë sistemin efikas të katrorit B për cilin folëm, duhet të operojmë pa emocione. Eliminimi i 20 deri në 30% të produkteve në fund të menus që thjesht nuk shiten është i detyrueshëm. Është logjike, një menu më e thjesht do të thotë kosto më e ulët përbërësish, më pak mbeturina në kuzhinë dhe në fund të fundit shumë më tepër para në xhep. Dhe ky shembull e ilustron në mënyrë geniale se si marzhet rriten pa pasur nevojë për asnjë klient të ri. E jashtëzakonshme, apo? Nuk ndryshon produkti, ndryshon perceptimi. Një pene arabiata e thjesht transformohet në pene arabiata pikante, receta tradicionale italiane. Ky ndryshim i vogël i jep asaj një ndjesi premium, duke lejuar një rritje prej 100 ose 150 lekësh. Dhe nëse ofrojmë mundësinë për të shtuar një burrata të freskët për 300 lekë ekstra, sapo kemi rritur eksponencialisht fitimin, thjesht duke luajtur me strukturën. Pra, për ta përmbledhur këtë muaj të parë mjaft agresiv, kryesim menyn, testojmë rritje të lehta çmimesh, kontrollojmë humbjet dhe mbi të gjitha bëjmë 8 deri në 12 foto vërtet profesionale për aplikacionet delivery. E dini pse? Fotot profesionale mund t'i rrisin shitjet online me rreth 30% sa hape mbyll syt. Është fjalë për fjalë një aset që punon për biznesin nga distanca. E duke qenë në katrorin B, shpenzimet si këto fotografit hynë te shpenzimet e ligjshme të biznesit para taksimit. Është ai avantazhi i madh që thekson Kiyosaki. Bizneset fitojnë, shpenzojnë për të rritur dhe pastaj taksohen mbi atë që mbetet. Kalojmë te faza e tretë. Muaji i dytë, rritja inteligjente e shitjeve. Tani që ndaluam rrjedhjet, fokusi ynë zhvendoset te gjenerimi i zgjuarit i të ardhurave.
Delivery nuk mund të trajtohet më si një kanal dytësor që e kujtojmë vetëm kur bie shi. Është një shtyllë absolute. Objektivi ynë është një kërcim nga 1% në 15% brenda 90 ditëve. Pse? Sepse ky kanal funksionon tamam si një investim në kategorin I, atë të investitorit. Gjeneron fluks parash nga klientë që ndoshta nuk e shkelin kur pragun e restorantit. Është diversifikimi i pastër. Tani, për të rritur faturën mesatare, stafi duhet të ketë sisteme. Nuk mund t'i lënë gjërat në dorë të fatit. Krijimi i kombos për drekën bën mrekulli, por sekreti vërtet fshihet te upselling. Duhet të trajnojnë stafin të ndalojë së bëri pyetje me përgjigje po ose jo. Në vend që të pyesin a doni gjë tjetër, duhet të pyesin a dëshironi ta shoqëroni këtë me një focaccia të ngrohtë apo një burrata. Është një rregull i artë. Çdo tavolin duhet të marrë të paktën një artikull shtesë me markë të lartë. Një gabim tjetër që shohim vazhdimisht është te mënyra se si menaxhohen ofertat. Të bësh një zbritje 20% për të gjithë menun është thjesht një ide e keqe, shkatron marzhet. Në vend të kësaj, duhen përdorur ofertat zgjuara si: merr një pije falas për fatura mbi 1500 lekë. E kuptoni ndryshimin? Kjo mbron fitimin bazë, ndërkohë që e nxit klientin të shpenzojë pak më shumë për të marrë dhuratën. Dhe diçka tjetër shumë e rëndësishme. Klientët ekzistues janë ari i pastër. Ndërtimi një programi besnikërie, qoftë përmes WhatsAppit me një sistem vakti 10 falas, kushton minimalisht në krahasim me marketingun për të gjetur njerëz të rinj. Kjo Saki flet për formulën e monopolit. Ndërto 4 shtëpi të gjelbra për të marrë një hotel të kuq. Fillon me besnikërinë e vogël dhe lë të akumulohet në fitime masive afatgjata. Faza e 4. Muaji i 3. Shkallëzimi dhe brandingu. Baza u stabilizua. Sistemi nuk rrjedh më. Tani është koha të dominojmë tregun lokal. Këtu fillon loja e vërtet. Zbulimi një miniere ari vjen duke mbyllur marrëveshje me zyrat e zonës, duke ofruar meny fikse dreke nga 1200 lekë deri në 1500 lekë. Kjo jep një vëllim konstant, pra një cash flow super të qëndrueshëm. Dhe në rrjetet sociale, mjaft me ato pjatat statike e të mërzitshme. Postoni video dinamike, live nga zhurma e kuzhinës. Plus krijoni mini evente si Java Italiane për të dhënë njerëzve gjithmonë një arsye të re për t'u rikthyer. Dhe ja ku arrim te faza e 5, efekti i fitimit të përbërë. Ky është momenti ku të gjitha këto ndryshime të vogla kthehen në një transformim masiv. Le të shohim kalendarin e 30 ditëve të para. Është një ritëm i pandërprer. Java e parë, ndreqim menun, çmimet dhe krijojmë 3 kombo. Java e dytë, ngarkojmë fotot profesionale. Java e tretë, trajnojmë stafin për upsell dhe mbyllim marrëveshjet me zyrat. Java e katërt, analizojmë të dhënat dhe dyfishojmë investimin tek ato që funksionojnë. Nuk ka vend për hamendësi me këtu, ne po ndërtojmë një makineri të vërtet. Dhe rezultati i gjithë kësaj, 2100 lekë. Kjo është fatura e re mesatare, lehtësisht e arritshme nga niveli i vjetër prej 1750 lekësh. E jashtëzakonshme është se kjo arrihet kryesisht nga një strukturë më e mirë, emërtime premium dhe upsell, pa u sforcuar për të gjetur qindra klientë të rinj çdo ditë. Për ta përmbledhur, suksesi vjen nga disiplina rreth këtyre 4 shtyllave. Kiyosaki na e thot qartë, nuk bëhet fjalë vetëm për të punuar fort, por për të pasur një sistem. Thjeshtimi i menus, rritja e deliveryt, trajnimi i stafit dhe klientela B2B, këto ju bëjnë një biznes të vërtetë në kategorin B. Të mbahesh vetëm te njerëzit që hyjnë nga dera, është si të qëndrosh mbi një këmbë. Një erë lehtë në treg dhe rrezohesh, por me kanalet shumë fishta, qëndron fort mbi 2 këmbë. Dhe në fund, mendoni pak për këtë pyetje thelbësore. Apo punon biznesi thjesht për t'u mbajtur gjallë e për të mbuluar shpenzimet, apo funksionon si një aset i vërtet që shton fitimin realisht dita ditës? Pas kësaj analize, hapi i radhës është marrja këtyre të dhënave dhe kthimi i tyre në veprime konkrete që nesër